opozita përpara nuk I ka pagu fare, ju ka dhënë pushim, ndërsa ne që 5 vite I paguajmë. Besoj këtë të dini mirë. Kjo që dëgjuat ishte një nga të pavërtetat që ka deklaruar hapur deputeti apo njohur ndryshe tani edhe si kryetari Komisionit për Sigurinë Kuvendit e Kosovës Mefail Bajqinovci në momentin kur e kemi pyetur se pse nuk janë ekzekutuar pagesat për orët shtesë të pjesëtarëve të FSK-s, Policisë së Kosovës, si dhe doktorëve e infermierëve në ÇKUK. Madje Bajqinovci shkoi edhe më tej duke thënë se kjo gjë është e pavërtetë dhe se shtesat po paguhen. Edhe tash kemi informacione që po ju kërkohet me zëvendësu me ditë pushimi. Ku ke informacion? Kusht ka? Kemi informacione të brendshme. Nuk është e vërtetë. Ja, e pavërtetë. Se ai deklaroi një të pavërtetë tani më të ditur publikisht e kemi dëshmuar edhe me dosjet qindra faqeshe të avokatit Agran Hoti, I cili është duke përfaqësuar qindra pjesëtar të FSK-s që e kanë paditur Ministrinë e Mbrojtjes pikërisht për mospagesat e punëve shtesë në detyrë. Disa edhe I kanë kompenzu një pjesë relativisht e vogël, I kanë kompenzu një pjesë me ditë pushimi, mirë po kanë edhe pjesë tjetër që nuk janë kompenzu. Ligji I detyron dhe I obligon në pagesën e tillë, andaj nuk mund të jetë kjo një arsyetim për mos të realizu pjesëtarët e forcës së sigurisë ato që I takon konkretisht të drejtat për cilat edhe bisedu. Numri sakt nuk mundet me ditë, mirë po unë kam dorëzu me qindra padije, mirë po sigurisht se ka edhe kolegë tjerë që kanë dorëzu. Por sido që tjetë, atë sa është numri I pjesëtarëve të forcës sigurisë, unë mendoj që posoj se gjithë kanë probleme të tilla dhe secili ka të drejtën që të drejtohet rrugëve gjyqësore. Është një numër I madh I landeve, zakonisht janë kërku orët shtesë për kujdestari, janë kërku orët për vikende, punë gjatë natës. Pra, Mefail Bajqinovci po e merr timonin në dorë të Ministrisë së Mbrojtjes e të Financave për të thënë se nuk është e vërtetë që ushtarët e FSK-s po kompenzohen me ditë pushimi për orë shtesë, derisa sipas ligjit të pagave dhe sektorit publik, të njëjtit do të duhej të kompenzoheshin me para. Bajqinovci në Komisionin për Sigurinë Burrej e krenohej se po dërgohet FSK-ja me mision paqruajtës në Gaza, mirë po për pagesat e borxhin që ua ka shteti e qeveria, në të cilën ai vetë bën pjesë, lëshon deklarata të pavërteta. Në lidhje me këtë problematikë ne kemi raportuar vazhdimisht, derisa tani po bëhen gati 4 muaj që zyrtarët shtetëror të lartë cekur nuk janë paguar për orë shtesë, borxh ky I mbledhur në qeverinë e Kosovës. Momentin kur të marrëm një konfirmim se pse shtesat janë ndalur, a ka pas ndonjë pengesë në ekzekutim apo në proces, ne do t'ju informojmë, por ende nuk kemi si komision për shkak se jemi marrë me çështje të kuvendit me projekt ligjit të cilat I kemi pas me 10 brenda një jave. Unë besoj që do ta merrni përgjigjen brenda javës për këtë çështje, do t'i drejtohemi edhe Ministrisë së Financave. A keni me vona shtatërrisni të organet kompetente, kryesisht e Ministria? Ja, nuk kemi nevojë me bë se opozita përpara nuk I ka pagu fare, ju ka dhënë pushim, ndërsa ne që 5 vite I paguajmë. Besoj këtë të dini mirë, dhe Policia e Kosovës I ka pas kur më shumë nuk ka qenë e pajisur dhe kur më shumë nuk I ka pas pagesat e rregullta se sa përpara, ju e dini para vitit 2020, në të shtesave ju ka dhënë pushim. Edhe tash kemi informacione që po ju kërkohet me zëvendësu me ditë pushimi. Ku ke informacion? Kusht ka? Kemi informacione të brendshme. Nuk është e vërtetë. Ja, e pavërtetë. Nuk është e vërtetë, absolutisht, vetëm se kjo ka ndodhur para vitit 2020, kur ka qenë opozita në pushtet. Dhe vetëm pushimi ju ka dhënë, ndërsa tash paguhen ju e dini.